cila përcakton jo vetëm lëvizjen e gazit dhe të naftës, sidomos në Azi, ku është më shumë se 80% e furnizimit vjen nga kjo ngushticë, nga vendet e ngjirit, nga Irani dhe të tjera. Prandaj, për të mos u ngritur çmimi i naftës, gjithë situata tashmë në lindjen e mesme është përqendruar në qarkullimin e lirë të anijeve në ngushticën e Ormuzit. Dua të them që presidenti Trump i ka bërë thirrje NATO-s për të ashtu si dhe vendeve të tjera. Dihet që sot ka diskutuar me kryeministrin britanik, i cili është angazhuar që në vendet e tjera, sidomos të ish perandorisë britanike si Australia, Kanadaja, por edhe vende brenda influencës të Britanisë së Madhe të marrin pjesë në këtë aksion. Çështja që presidenti Trump ka thënë është shoqërimi i anijeve të tyre, që mos ketë një ndërprerje të qarkullimit të lirë të naftës në këtë zonë, aq më tepër që Irani për të krijuar një blokadë dhe për të vështirësuar krizën, duke ushtruar një presion direkt ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës që të tërhiqen nga inkursioni i tyre kundër Iranit, kanë kërcënuar edhe anijet të cilat qarkullojnë në detin e Kuq. Sipas analizave, ambasador, kur thot NATO do të ketë një të ardhme shumë të keqe, çfarë nënkupton presidenti amerikan me këtë?